Bomba. Gjeneta Fetahu pranon publikisht. Kam ndjenja për gjestin, xhelozia më hapi syt. Rikthimi i Gjeneta Fetahut në shtëpinë më të famshme në Kosovë, Big Brother VIP Kosova, nuk ka kaluar pa zhurmë. Përtej lojës dhe strategjive, ajo që ka rëmbyer vëmendjen e të gjithë ndjekësve është sinqeriteti i papritur i modeles në lidhje me atë që ndjen për gjestin. Një raport ky që ka pasur ulje ngritje të forta që nga fillimi i rrugëtimit. Gjatë një bisede tetë emocionale me banorët e tjerë, Gjeneta ka vendosur të lërë mënjan krenarin dhe të flasë për herë të parë për atë që ndjeu kur u ndodhi jashtë shtëpisë, si një spektatore e jetës së gjestit. Edhe pse u tregua e kujdesshme për të mos e përmendur emrin e tij në çdo fjalë, përshkrimi i saj ishte aq i qartë sa nuk la vend për dyshime. Ajo pranoi se pika e kthesës ishte afrimiteti i gjestit me Eglin. Sipas Gjenetës, ishte pikërisht ai moment kur ajo kuptoi se ndjenjat e saj nuk ishin thjesht miqësore apo pjesë e një skenari televiziv. Me thënë realitetin, mundem me thënë 100% ndoshta kam pasur lloj ndjenja për të pavetëdijen time, që e kam kuptuar kur kam dalë jashtë, e kam kuptuar kur mua më dhembi kur e kam parë me dikë tjetër. U shpreh ajo, duke lënë të kuptohet se xhelozia ka qenë shkëndija që i vërtetoi emocione. Një reflektim pas daljes nga shtëpia. Gjeneta theksoi se izolimi brenda shtëpisë shpesh e mjegullon gjykimin, por periudha që kaloi jashtë i dha mundësinë ta shihte sjelljen e tij nga një tjetër perspektivë. Ajo pranoi se sjellja e gjestit brenda shtëpisë, pasi ajo ishte larguar, e bëri të reflektonte thellë mbi atë që kishin ndërtuar bashkë. Ky pohim vjen si një bombë për banorët e tjerë, duke qenë se Gjeneta gjithmonë ishte treguar e rezervuar dhe e ftohtë në deklaratat e saj romantike. Ky rrëfim i Gjenetës ka rindezur kurreshtin e fansave të çiftit, apo ish çiftit. Si do të reagojë gjesti pas këtyre fjalëve? Dinamika e re që ka sjellë Gjeneta me rikthimin e saj premton të jetë një nga shtyllat kryesore të spektaklit në ditët në vijim. A do të kemi një ribashkim të bujshëm, apo plagët e xhelozisë do ta bëjnë komunikimin mes tyre edhe më të vështirë? Gjeneta Fetahu nuk u rikthye vetëm për lojë, por edhe për të mbyllur ose hapur plotësisht kapitullin më të diskutuar të zemrës së saj.